Kanadaja e fortë dhe e lirë, mësime të tjera nga fjalimi i mbretit në front. Mbreti Charles ka mbajtur një fjalim të rëndësishëm në hapjen e Parlamentit të Kanadas, në cilën ai kërkoi të përcaktonte vendin e tij një botë të pasigurt dhe marrëdhënien e tij me Shtetet e Bashkuara. Fjalimi në Ottawa përcaktoi prioritetet e kryeministit të ri Mark Carney, liberalët e cilët fituan zgjedhjet e përgjithshme të vendit në prill në një fushatë që u dominua nga kërcënimet e presidentit Trump ndaj pavarësisë Kanadas, shkruan BBC. Charles tha se marrëdhëniet me partnerët përfshi Shtetet e Bashkuara po ndryshonin dhe ai theksoi sovranitetin e të dyja kombeve. Jap se 5 pika nga fjalimi së martës, i cili është era e parë që monark ban fjalimin në frontin e parlamentit në pothuajse në 50 vjet. Një mesazh i drejt për drejt për Shtetet e Bashkuara mbi sovranitetin e ftesës së Carney drejtuar mbretit Charles, i cili ishte kreu ceremonial i Shtetit Kanadas, ishte pjesërisht një mesazh për Trump, i cili ka bërë vërejtjet përsëritura që dëmtojnë sovranitetin e saj. Tensionet me Fqinën në Kanada ishin temë gjatë gjithë kohës, megjithëse presidenti i Shtetit Bashkuar nuk e përmend kurrë me emër. Fjalimi u hap me një val patriotizmi, ndërsa një luftë tregtare me Shtetet Bashkuar, partneri më të madh ekonomik Kanadas, po afrohet. Mbreti foli për kënaqësinë dhe krenarinë e qenit në një vend, ndërsa shohim kanadezët që bashkohen në një ndjenjë të ri për të rirë, krenarie, uniteti dhe shpresë kombëtare. Ai shprehu admirimin e tij për identitetin unik të Kanadas dhe rritjen e saj që nga era e fundit që një sovran hapi parlamentin, mbretëresha Elizabeta II në vitin 55. Ajo mbajt një fjalim të dytë në fron 20 vjet më vonë. Kurora ka qenë për kaq kohë një simbol i unitetit për Kanadan, tha mbreti, gjithashtu përfaqëson stabilitetin dhe vazhdimsinë nga e kaluara në të tashmen. Si duket qëndron krenari dhe si simboli Kanadas sot në gjithë pasurinë dhe dinamizmin e saj. Vendimi i mbretit për të hapur parlamentin, një rol që tradicionalisht i lidhet guvernatorit të përgjithshëm, i cili përfaqësuesi më i lartë i monarkut në Kanada, shihet si një shfaqje simbolike e mbështetjes për kombin e Commonwealthit.